Ne të krishterë sapo kemi mbaruar meshën e shenjtë, por është një gëzim që shpërndahet, si kemi theksuar në këtë ditë, gëzimi nuk është vetëm diçka që do të mbaj për ne. Pashka është dhurata e Krishtit që ringjallu që na jep dhuratën e paqes mbi të gjithë. Të gjithë ne kemi nevojë për paqen, kemi nevojë për paqen brenda nesh, kemi nevojë për paqen për familjet tona, për komunitetin tonë, për qytetin tonë, për vendin tonë, por mos harrojmë ato vende kur paqja tani është një dhuratë shumë e çmuar e jetojnë në luftë. Ne do të mendojmë e do të në një farë mënyrë të jemi solidaritet me të gjithë njerëzit që sot jetojnë një botë pa paqe. Paqja është një dhuratë e çmuar e secili prej nesh do të kontribojë në vendin e vet të ndërtojë këtë paqe. Në emër të Mjeftinisë së Shkodrës, uroj të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkët. Sigurisht në këtë atmosferë feste, si të gjitha festet e tjera fetare, janë momente që na tërheqin vëmendjen dhe na kujtojnë se sa rëndësishme është feja, besimi në një Zot të vetëm të përbashkët, prej të cilit padyshim atij duhet t'i drejtohemi, të kërkojmë mbështetje, mbarësinë dhe suksesin në të gjitha aspektet e kësaj jete lëndore. Sigur se si gjithmonë lutemi që mbi familjet tona, mbi komunitetet dhe bashkësitë tona të mbizotërojë fryma e bashkëjetesës së mirëkuptimit, por edhe dashurisë, vlera këto pa me dyshe të arta që ne i trashëgojmë brez pas brezi dhe jemi amanitçar që t'i trashëgojmë të brezët e ardhshëm. Për sfundi uroj që Zoti i paqes, Zoti i dashurisë, Zoti i harmonisë të vendosë paqe, harmoni dhe dashuri në të gjitha vendet e botës, sidomos në ato vende ku ka padrejtisht konflikte, në ato vende ku ka përgjakje të pafajshme njerëzore. Aleluja. Festa më e madhe e gjithë krishterët. Pashka, kalimi mes vdekjes, ngjalljes së Zotit, ku na dha forcën, unë poshta vdekjes. Njerëzimi e priti me lajm të madh ngjalljen e Zotit. Sot jemi këtu për të uruar gjithë të krishterët katolik, gëzuar dhe për shumë vjet Pashkën e madhe. Dashuria e Zotit, ngjallja e tij le të jetë shpresë, forcë për secilin prej nesh për një të ardhmen më të mirë. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Aleluja.